Dhe po të shohësh gjëja më e qartë në Kur'anin famëlar është pikërisht kur flitet për njohshmërinë e Allahu xhaleshanu. Po të pyesësh të gjithë ata të cilët pretendojnë Islamin besimtar, pretendojnë në kuptimin që ndoshta i ka ngel si tradit, ndoshta janë shumë larg praktikës, ndoshta janë shumë larg Kur'anit, por ama kur i thua çfarë mendimi ke për Allahun, është një i vetëm dhe nuk ka shok. Dhe kjo është një traditë e bukur në të gjithë botën islame, sepse kjo qartësohet me 3 ajete në Kur'an. Në surën Ikhlas, Kul huwallahu ahad, Allahu samed, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Thuaj Allahu është një, i vetëm, pa shok, as nuk është i lindur dhe nuk ka të lindur, dhe me të nuk ka asgjë të ngjashme. Ka më gjë të qartë se kjo që shpjegohet në Kur'anin famëlar, por pikërisht kjo qartësi të vdesësh në këtë besim të pastër është ajo çfarë kërkohet në të gjithë mesazhet thelbësore të Kur'anit famëlar. Gjëja më e thjeshtë që është shumë e qartë për të kuptuar nga të gjithë shtresat intelektuale të njerëzit, është gjëja më thelbësore që kërkohet nga Kurani më pas dhe është gjëja e cila do ta shpëtojë njeriu, sepse siç tha Muhamedi alayhis salatu wassalam, edhe sikur njeriu të vi para Allahu xhaleshanu ditën e gjykimit me gjunahe sa malet, nëse do të vi para meje dhe nuk do të më ketë bërë idhujtari dhe nuk do të ketë besuar diçka të ngjashme me mua dhe të më ketë bërë diçka shok mua, unë do t'ja fal atij të gjitha gjunahet. Pra të vdesësh me la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dhe kjo është gjëja më thelbësore që kërkohet nga Kurani famëlar. Allahu na bëf prej tyre